Themi në pjesën e tretë dhe të fundit debatit tonë të sonte tema NATO çka pas summitit, NATO ëndër dëshira apo realitet do të jetë më qenë. Po kështu si shkojnë punët, tani për tani është ëndër. Derisa është kryeministër Gruevski, unë mendoj se është ëndër dhe atë ëndër e atyre që duan të jenë antar, po Maqedonia të jetë antare e NATO-s, përndryshe sa i përket VMRO dhe PMNS dhe Gruevskit, kjo punë është shumë e qartë. Njerë është një vërtet e madhe se nuk janë ata të cilët do bëjnë kompromis me Greqinë, për faktin se Greqia vite me radhë provokohet ditë për ditë, duke u angazhu për të marrë ekskluzivitetin historisë antike. E treta, sigurisht edhe Nano dhe ministri kanë lexuar një pjesë të doktrinës politike të programit të VMRO dhe PMNS. Në një vend lexova shkruan kështu. Po e them original maqedonisht. Tatkovina na makedonskata nacija, na makedoncite e makedonskata nacija. Znači, ne je Makedonija, Republika Makedonija Tatkovina, nego makedonskata nacija. Më thënë, atë dhe i Maqedonasve është kombi Maqedonës. Kur e lexojnë këtë fjali grekët, po ma parasysh është e dobët apo e fortë Maqedonia, këtu konkluza e parë që nxirret është pretendimi territorial. Se megjithatë ke një territor që quhet Maqedonia dhe në Greqi. Domethënë, këto janë ato momente që neve duhet t'i kemi parasysh. Ajo që po ashtu është me rëndësi. Unë ju kisha sugjeruar pra në këtë rast edhe ministrit, edhe pse ai ndoshta ka të drejtë pak më shumë të thotë se janë plotësuar kushtet, sepse në aspektin e Ministrisë së Mbrojtjes edhe krejt okej, është në rregull. Mirë po, me që kriteriumet për antarësim në NATO dhe në BE, në segmente tjera, dimensione tjera të rregullimit shtetit, janë komplementare me ato kritere që janë edhe të BE-s, si kërkesa, atëherë vim në një përfundim të themi se çështja e emrit aq shumë është fetishizuar, sa standardet tjera pothuajse janë harruar dhe me këtë vjen në lajthi që bile edhe shtetet e NATO-s dhe ato të cilat e përkrajnë Maqedoninë dhe kam dëgjuar shumë deklarata ku thuhet se Maqedonia i ka plotësuar kushtet. Po nëse nisemi çfarë gjyqësie kemi? Çfarë administrate partijake, çfarë politizimi gjyqësisë, çfarë situate kemi ke mediumit, çfarë ekonomie kemi. Dhe gjitha këto në qoftë se i marrim si standarde, si kritere, atëherë neve nëse analizojmë pak më thellë në kohën e fundit, ndodh edhe erozion. Domethënë, neve edhe shumë kritere dhe shumë çështje të cilat kanë të bëjnë edhe me standardet që i kërkon NATO-ja, ne kemi deviju. Sepse demokracia në aspektin institucional është në rënje. Dhe kretë kjo të bën pra të përfundosh se nuk duhet bashkëjapim neve deklarat ashtu nonchalant të themi se kemi plotësuar kushtet. Sepse në segmente tjera shumë çështje janë të cilat po ashtu e rëndojnë antarësimin e Maqedonisë në NATO. Si në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Do të kemi rritje të euroskepticizmit në periudhën në vazhdim, apo do të mbizotrojnë ende zërat për eurointegrimet vendit? Prvo, pred odgovorom na ovo praćenje bih sakao da kažem jedna dilema koja još postojno se postavljam, imенно da li ova vlada uopšte sakаше da влеземе во НАТО, бидејќи кога една држава настојува да влезе во НАТО, сетете се на еуфоријата 2007, 6, 7, 5, како што се наближуваше самитот. Овој пат ние немавме една еуфорија за влез во НАТО. Немавме ниту еден амбасадор на НАТО што ја посети оваа држава, ниту еден функционер на НАТО што ја посети оваа држава. Нас не од време на време
retki se posetite, ose nije što i ministerot, mislim, isto tako se nastojuvaše da pravi, međutim, to je politikata koja vodi vo ta rabota. Znači, ne se sozdane една atmosfera. Sve beše staveno na odlukata na Haški Međunarodni sud za pravda. Втората работа, имам исто до вас, до вашиот совет, каде што премиерот ви е почесен член, да не поведете постапка да го исклучите од почесното членство во Евроатлантскиот совет, бидејќи ги издаде вашите принципи. Трета работа, што после НАТО? Прво, мислам дека популярноста на НАТО ќе опадне. Значи, ќе дојдеме до една појавна НАТО скептицизам, кој што ќе поведе можеби и до одредено затегнување и на меѓуетничките односи, зашто да не? Бидејќи знаеме дека албанскиот дел од популацијата е многу проатлантски ориентиран. Третиот аспект е, и јас би сакал исто да го чуам тука министерот, што мисли за оние изјави на интелектуалци блиски до премиерот, кои што се залагаат за повлекување на нашите безбедносни сили од Афганистан, бидејќи тоа беше опција. Исто така, се плашам за закочување на реформите и пред се, дали понатаму оваа влада ќе ги почитува евроатлантските вредности. Значи, не НАТО као алијанса, како зградата во Брисел, него она што ја чини содржината, идеологијата на алијансата и на Европската унија. Ако продолжи да ги гази, а тоа значи да не ги почитува независноста на судството, независноста на медиумите, на интелектуалците, да прави политички затвореници или да ги заплашува луѓето, тогаш таа нема да ги почитува и евроатлантските интеграции. Во таа насока тогаш ќе бидам многу песимист и можеме постепеност да се одвојуваме од оној евроатлантски процес. Или, како што вели господин Рамадани, ќе треба да дојде една нова политичка гарнитура која ќе биде похрабра, која ќе загризе, која ќе прифати компромис и ќе не внесе во алијансата. Не е член на Евроатлантскиот совет, премиерот. Почесен? Почесен член. Добро, ќе го проверите тоа, па ќе ве прашаме. Прашајте го амбасадорот Еленовски, он знае сигурно. Добро. Мир, да те видени, е промени за тој режим. Апсолутисht është fakt se pas intervistës kryeministit Gruevski, ne kishim intelektual dhe pjesë një ndoshta në këtë periudhë do bëjnë edhe më të zëshme që kërkojnë tërheqjen e forcave të armatosura nga misionet e NATO-s. Çka nëse ndodh një gjë tillë? Diçka që është shumë e qartë. Është që Maqedonia dhe rajoni alternativ më të mirë se NATO nuk kanë. Ose në thënë ndryshe, NATO nuk ka alternativ për rajonin. Sidomos në aspekt të sigurisë, paqes dhe stabilitetit. Dhe çdo kush që mendon që tani ne do t'i përgjigjemi NATO-s me tërheqje trupave ka shumë gabim. E përsëris. Shumë gabim. Për shkak se Maqedonia duhet njëherë gjithmonë ta ketë qartë cili është vizioni, rrugtimi i saj. Se në periudhat e globalizimit, në periudhat kur kemi e kërcënime apo rreziqe globale, që nuk kanë bëjnë me nivel nacional. Maqedonia sot nuk ka rrezik territorial. Shqipëria është NATO, Greqia është NATO, Bullgaria është NATO, në Kosovë janë trupat e NATO-s. Me thënë, rreziqet dhe siguria varet nga kontributi jon drejt këtyre vlerave të cilën u përmendën NATO. Vlera kryesore e NATO-s është të promovojë paqen, stabilitetin dhe sigurinë në nivel global. Dhe kjo është e vlera për të cilën ne jemi dhe vazhdojmë të mbetemi në këtë orientim. Prandaj tham që Maqedonia nuk ka alternativ veç NATO-s. Neve nuk do të na çudit edhe një iniciativë e tillë e kryeministit që të kërkojë tërheqjen e forcave nga misionet e NATO-s. Çka në rast të tillë ju pyeta? Ai ka filluar me intelektualët e vet të punojë, të krijojë opinion. Çka do të bëjë BDI-ja në rast të tillë? Ai ka numrat, i ka votat në parlament. A do të ndërpreni kurorën me Gruevskin në rast të tillë? Tani ne po spekulojmë. Teoretizëm. Po flasim në mënyrë hipotetike. Po hipotetike, po. Edhe përgjigjja juaj mund të jetë hipotetike. Tani ne flasim rast hipotetik.
veprimi që me tërheq trupat është një veprim, nuk është orientim ose politik. Çka Maqedonia do të ndodhe, çka do të bëjë nëse tërheq trupat? Do të vazhdojë në rrugtimin e saj për NATO apo ka alternativë tjetër? Nëse nuk ka alternativë tjetër, ne nuk guxojmë të lëshojmë sinjale jo konzistente ndaj partnerëve tonë aleancës së NATO-s. Ne vetëm i lëshoj kryeministrin. Kuptimin e tërheqjes trupave, ajo do të jetë sinjal, më them, jo më them po sigurt, jo serioz ndaj partnerëve. Ka diçka që mund ta prish kurorën e juaj me Gruevski? Kjo është pyetje për 1 milion funta. Jo, për pyes juve në këtë drejtim. Jo, po tani unë normalisht ato janë vendime që merren në organet partijake duke studiuar apo duke bërë vlerësimet, mos them studim, por duke bërë vlerësimet e efikasitetit të menaxhimit apo të qeverisjes. Dhe normalisht që një përgjigje të tillë nuk mund ta japun. Jo, unë vetëm desha të komentoj se në çfarë do kombinimi, qoftë me zgjedhje, qoftë me kombinime tjera të në një kompozicioni qeveritar, BDI-ja do të jetë pjesë e qeverisë. Ajo është fakt, është një realitet që tregojnë edhe sondazhet edhe prandaj nuk është ndonjë veprim apo lojë e rrezikshme e BDI-s nëse lëshohet edhe në kombinimet të këtilla. Sepse për BDI-n është me rëndësi. Është me rëndësi pra që prej vetes të largon elemente, qofshin ato qeveritare, por shtetërore, të cilat pengojnë rrugtimin e Maqedonisë Euroatlantik. Dhe nuk është mirë pak më me gjakftotësi, më me hesap, si thonë popullarëse, të shifet se cila është rruga më e mirë pra për të realizuar. Sepse unë jam kundër asaj, për shembull, neve ndëgjojmë ndoshta edhe sharje, ofendime në adresë edhe të liderit edhe të ashtu, për cilat në asnjë mënyrë nuk pajtohem. Mirë po, në qoftë se kritikat, këshillat nga individ apo nga opozita shkojnë drejt asaj që kërkohet zgjidhje, më thënë, thot dikush për nuk ka sinqeritet politik, dikush do të kthehet në pushtet e kështu me radhë. Tek e fundit edhe çfarëdo pushteti që të jetë, do jetë bashkë me BDI-n në atë pushtet, por është shumë e rëndësishme të largohen nga ai pushtet ose nga ajo qeveri elemente, forca destruktive, forca. Jemi në fund, zoti Ruzhi, është zgjidhje për një situatë të si gjendja në Maqedoni, zgjedhje të parakoshme apo komponim i forcave të reja për të bërë një shumicë. Da është e mundur një gjë. To je isto prašanje od milion funti. Бидејќи зависи од незадоволството и на коалиционите партнери и на општото незадоволство во Република Македонија. Мислам дека сепак независно од тоа што ни се случи, Дуи беше јасен дека останува во власта. Сите очекуваме да видиме што ќе се случи на следните локални избори. И доколку тука се случи еден пресврт, би рекол, изборен, тогаш можно е да се побара еден вид предвремени избори, но сепак пак ќе реши на одреден начин расположението на избирачите, дали ќе сакаат промена или не. Ние ги забораваме другите компоненти. Тоа е високата стапка на невработеност 32% официјално веќе. Високата сиромаштија над 30%, незадоволство на така наречената четврта власт, односно медиумите, освен оние што ги финансира власта. Значи имаме едно општо незадоволство. Како ќе одигра сега ова власт, ќе видиме. Мислам дека ги фаќа нервоза и токму ова интервју беше и еден вид, според моје мислење, рефлекс на тоа опаѓање на рейтинг, да се зборува за една друга тема. Мислам дека од мои извори знам дека имале многу жестоки состаноци во раководството на ВМРО-ДПМНЕ и настојуваат овој новиот бранд нивни сега што е да биде попродуктивен, иако
рака на срце, такви бранови постојано во политиката имало, меѓутоа зависи кој ги водел. Често биле популарни во Советскиот сојуз, завршувале со многу, и во Кина, завршувале со многу жртви. Денеска сме подемократски, не завршуваат со жртви, меѓутоа со маргинализирање на луѓе, што исто така не е коректно. Така што мислам дека живееме во еден магловит период кој што веројатно повеќе ќе се поларизира и многу повеќе ќе се избистри некаде во есента, односно почетокот на следната година, до тогаш имаме време сите потрезвено да размислиме, вклучувајќи и ДУИ кој што можеби ќе ја смени до тогаш и одлуката за својата иднина политичка. Mirë, për këtë pyetje sigurisht në fund jepni përgjigje duhet kryesia e partisë vendos. Po, gjithsesi, dhe me thënë, si deri më tani Bashkimi Demokratik për Integrim vendime strategjike i ka sjellë në organet e saj partijake dhe deri më tani mund thëmë për jetën e saj politike ka marrë vullën dhe legitimitetin e popullit shqiptar në Maqoni në të gjitha zgjedhjet e deri tashme dhe ne vlerësojmë që duhet me këtë sinqeritet dhe me përkushtim të vazhdojmë të jemi konzistent ndaj platformës tonë politike të cilën ja kemi premtuar elektoratit tonë, gjithësisht shqiptarëve të Republikës Maqonisë, ato që na dhanë besimin dhe ne nuk guxojmë që të manipulojmë këtë pritje pa marrë parasysh aspektet e konjunkturave politike ditore dhe unë vetëm edhe njëherë do të theksoj që ne në asnjë moment nuk kemi shfrytzuar dhe mendojmë që është korrekte të gjitha subjektet politike integrimet euroatlantike mos i shfrytëzojnë, gjithsesi mos i vënë në agjendën e politikave ditore. Integrimi i vendit NATO dhe integrimi në BE nuk varet vetëm nga Fatmir Besimi, vetëm nga Nikola Gruevski ose vetëm nga dikush tjetër. Kjo është proces të cilin do të varet nga fundit nga vullneti i popullit, çdo qytetari. Çdo njeri që ka drejt vote, ai do të vendosë për të ardhmen e Maqonisë. Pa marrë parasysh se sot politika dikujt i përgjigjet ose jo, intensiteti dikujt i përgjigjet ose jo. Dhe këtë jam i sigurt që kështu edhe do ndodhe edhe me të ardhmen e Republikës Maqonisë, prandaj përgjigja më e përgjithshme dhe më e sigurt është kjo. Populli ta jep, populli ta merr. Kështu ishte një kolumnë e Azam Dautit nëse nuk gaboj në këtë periudhë të turbulencave të fundit zhvillimeve. Ju faleminderit gjithëve që ndat kohë që ishit bashkë me mua dhe me shikuesit e televizionit Alsat. Shpresojmë se do të kemi rast të bisedojmë sërish në këtë temë, po sigurisht në një atmosferë shumë më tjetër. Ju faleminderit edhe një herë. Juve të nderuar shikues, ju faleminderit për mendjen. Bashkë mirupafshim, shihemi të njëjtën ardhshme në të njëjtën kohë.